Anët negative të arkanës 10 në Destiny Matrix. Për gjithë ju që keni arkanën 10 të pranishme në grafikun tuaj të Destiny Matrix, si tek zona qendrore, tek comfort zone, apo zona e komfortit si quhet, tek zona e portretit, tek talentet, tek arma materiale, tek bishti karmike, gjitha me radhë. Kur arkana 10 është në gjendje negative, atëherë personi që e mbart këtë arkan humbet harmonin me atë të universit. Harmonin e tij, do të thënë, lidhje me harmonin e universit. Dhe personin e mbulon ankthi, përqendrimi në çështje komplet të papërfillshme dhe të pa rëndësishme. Dhe kjo bën që rrota e fatit të largohet prej tyre. Rrota e fatit është vetë letra që e përfaqëson këtë arkanën 10. Dhe kjo gjë rezulton pastaj në mundësi të humbura që përjetojnë këta persona, në prishje të marrëdhënieve, në dështim për të formuar partneritete të qëndrueshme dhe të mira. Projektet premtuese mund të mbeten të papërfunduara dhe njëjta gjë vlen edhe me arsimin apo ndjekjen e interesave intelektuale, si të thuash. Dhe në thelb personi humbet gjithë bekimet dhe suksesin për të cilat mund të ishte i destinuar. Ata me energji negative të arkanës 10, pra që janë në gjendje negative të arkanës 10, mund të harrojnë premtimet, mund të shkelin marrëveshjet dhe të humbasin besimin e të tjerëve. Dhe një sjellje e tillë si edhe pastaj paqëndrueshmëri financiare, humbje pune, ëndra të parealizuara, të paplotësuara, dhe personi humbet atë ndjenjën e tij të brendshme të qëllimit dhe bëhet i zbrazët emocionalisht. Dhe këtë model e gjejmë edhe te burrat edhe te gratë që kanë këtë arkan 10. Se çfarë do thotë arkana në një gjendje negative, kam bërë një video që e keni në profilin tim.